Panajiri i bizneseve është mbajtur me 3 dhe 4 qershor, sot është dita e fundit e këtij panajiri organizuar nga CEO. Në këtë panajir ka marrë pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, po ashtu edhe shumë biznese. Se si po shkon ky panajir dhe sa janë të kënaqur pjesëmarrësit, shkojmë bashkë edhe shohim. Ishte kënaqësi që të vizitoj që të gjitha këto biznese, edhe të vendit tonë, po që kanë ardhur nga jashtë, edhe të bujqësisë, por njëkohësisht edhe të industrive të tjera, jo vetëm ushqimore, por edhe të energjisë e të pajisjeve të ndryshme. Në 4 vjeçarin e ri, ne do t'japim 1 miliard euro mbështetje shtetërore si garanci kreditore për prodhimtarinë. Panajiri është shumë i rëndësishëm pasi krijon njohje të reja në biznes. Ne kemi nevojë për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë. Ne prodhojmë vajre të veçantë ullirit, edhe në Kosova akoma nuk po e njeh siç duhet vajin ullirit, ndoshta siç e njohin Shqipëria. Ne bëjmë vajre të veçantë ullirit për tupi, për shnet, bëjmë vajre për të përdorur për sallatë dhe për krutë, bëjmë vajre edhe për gatim. Ne prodhojmë vajin ullirit në mënyrë tradicionale, me kanistër, me shport. Vaji ullirit ka një problem, është shumë delikat. Ne mundohemi të ruajmë vajin ullinit siç e ka ullini. E kjo është edhe ambicia jonë më e madhe për ta marrë. Atëherë faleminderit shumë që keni marrë pjesë. Ne jemi Mucha Solar, jemi kompani prej 2008-s, të cilën miremi me sisteme fotovoltaike, termike, me pompa termike, si tash edhe me chargjera. Kemi disa brende evropiane që ne i përfaqësojmë këtu në Kosovë. Na jemi kompani prej Turqie, prodhojna ribat panel. Ribat paneli është zëvendësues i materiale ndërtimore, blloka, betonit, armaturës, edhe implementohet shtëpia montazh, domethënë, për 6 ditë, 7 ditë e montojna një shtëpi me një kotëshe, domethënë në mënyrën më të mirë të mundshme. Janë 8.3 boll është i përballueshëm te termetet, është deri në 1000 gradë, është domethënë i qëndron zjarrit, mos mu djeg, nuk ka nevojë për izolim me shtesë, veç malterisotet edhe është gjendje jashtëzakonisht praktike, është antibakterial, është domethënë nuk krijon myk, nuk krijon lagështi, është produkt jashtëzakonisht interesant për aplikime edhe te xhamiat, edhe te minaret, edhe te çdo sen. Mund të shihoni aty në fokus. Domethënë për kubat e xhamia, për minaret, deri në 3 ndërtojna pa stuba, pa beton dhe pa armaturë. Domethënë është produkt jashtëzakonisht inovativ, sidomos për depo farmaceutike, për çdo sen është jashtëzakonisht inovativ edhe është kvalitet.